Zoti Shima, si arritet ta sillni këtë ekspozit kaq të veçantë dhe kaq të bukur këtu në Shqipëri? Ekspozita është pjesë e ngjarjeve stinës madhe të aktiviteteve kulturore ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, që tashmë është e njohur për publikun shqiptar, si aktivitetet shumëta që janë filluar për gjatë 3 muajve. Ka filluar puna 1 vit përpara për të bërë të mundur sjelljen e kësaj. Flasim për një koleksion privat i një mjeku pasionant, i një koleksionist i shumë të njohur italian, Francesco Martani, me të cilën pata mundësinë të prezantohesha nëpërmjet ambasadës italiane dhe vendosnim kontaktet e bashkëpunimit për të bërë mundur realizimin e kësaj ekspozite. Ka qenë përzgjedhja e bërë nga mua dhe nga koleksionisti vet në koleksionet e ndryshme të ekspozuara në Itali, pasi kam vajtur dhe kam vëzhguar, studiuar me shumë kujdes koleksionin, arritëm në konkluzionin që ekspozita që do sillnim në Tiranë të ndërtohej në 2 seksione. Në seksionin e parë që i takon pikturës italiane të shekullit 16 dhe 17, në seksionin e dytë që i takon gjithë kërkimeve artistike për gjatë shekullit 20 që ishin koleksionuar dhe dokumentuar nga ky koleksionist. Pra, ky është kuadri në të cilën është integruar, është bërë pjesë e kalendarit ton, ky aktivitet i jashtëzakonshëm dhe që mund të them që për herë të parë emra kaq të rëndësishëm të artit botror prekin territorin shqiptar. Po vëmrej një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të qytetarëve dhe artdashësve të Tiranës. Po, publiku i është përgjigjur me një frekuentim të jashtëzakonshëm kësaj ekspozite, duke shënuar madje numra rekord, gati kemi për çdo ditë rreth 500 vizitorë që vinë dhe vizitojnë galerinë kombëtare të arteve. Kjo për faktin e thjesht, sepse vepra të tilla të këtyre kualiteteve, vepra të tilla me vlera historike dhe artistike, siç ata që më parë ekspozohen për herë të parë në Shqipëri, po edhe për faktin e thjesht sepse është e konceptuar në 2 seksione, ku vizitori mund shijojë dhe atmosferën e pikturës italiane të shekullit 16-17, po njëkohësisht dhe gjithë eksperiencën e artistëve botror në kërkimet e tyre për gjatë shekullit 20. Kjo është një ngjarje e madhe artistike, jo vetëm në fushën e pikturës, por të vinë kryevepra të pikturës botërore nëpër shpërndarë, nëpër shekuj, do thoya që është e rrallë, është e veçantë. Këtu, pavarësisht nga albumet që kemi parë, pavarësisht nga komente dokumentarët, po kjo është më e prekshme, më e ndjeshme, më e drejt për drejt. Do të doja që kjo ekspozitë udhëtonte edhe në qytetet tjera të Shqipërisë, sepse artdashës ka kudo sot. Tani të bëj vlerësime, këto vlerësimet i ka bë bota me kohë. Unë prirem nga piktura realiste, por kjo nuk do thotë që nuk shoh edhe pikturë moderne. Pa mu imponu është Picasso apo është ndonjë tjetër më pak me vlera. Gjithsesi, unë jam i lumtur që arrita ta shoh kaq qetësisht një eveniment të madh.
S'pari të vjen mirë që hapet një ekspozitë, një natyre që plotëson një diçka që mi mungon, domethënë në muzeumeve tona, galerive tona, domethënë pasqyrimi i një periudhe të caktuar siç është sigurisht të mungojnë periudha më të hershme, por nga shekulli 16 deri në ditët tona krijohet një përshtypje në përgjithësi për zhvillimin e arteve. Të dyja kohët, pavarësisht se ndryshojnë nga njëra tjetra, të dyja kohët janë të respektuar me shumë dinjitet nga veta i autori i cili ka mbledhur këto vepra, dhe i shikojmë bile do të thoja për sa i përket nivelit të veprat janë klasike, janë të një niveli më të lartë dhe nga veprat e mira, ndërsa këtu kemi përfaqësimin e autorëve bashkëkohor modern, sigurisht ato kanë vepra të tjera ne që i kemi parë, vepra më mbëdhore, megjithatë këtu krijohet një përshtypje e asaj që duhet të ekzistojë pak në Shqipëri, të respektit për të gjitha periudhat. Arti mbatet me vlerë, edhe këto vepra që i ka mbledhur ky menaxher i shkëlqyer, i ardashës i madh siç është ky, nuk e kujtoj emrin e pronarit të këtyre veprave, i cili me shumë dashamirësi i sjell këtu në Shqipëri, koleksionist i madh italian, që duhet të jetë një shembull edhe për koleksionistë. Ka tek ne mundësi njerëz që ta bëjnë këtë detyrë se sa së zhvonë të mbledhin vepra të disa kohërave për të krijuar dhe ata koleksionet e tyre të cilat nesër do ekspozohen këtu, po mund të ekspozohen dhe jashtë Shqipërisë. Në përgjithësi, ekspozita ka një dinjitet, ka një seriozitet, janë vepra të njohur të gjitha periudhave. E shikon periudhën klasike, e shikon vepra të mbyllura që janë pikturuar me dashuri, që kanë një ndjeshmëri, kanë një disiplinë artistike të përsosur, ndërsa në periudha të tjera shikojmë një diçka tjetër, që artistët eksperimentojnë dhe nuk ngjajnë me njëri tjetrin, secili sjell natyrën e tij. Të pëlqen, nuk të pëlqen, këto janë probleme individuale, siç ndodh në letërsi, në pikturë, në teatr, në gjitha. Por në përgjithësi është një ekspozitë me shumë dinjitet. Domethënë, kudo që me siguri autori do ta ketë hapur dhe diku tjetër, kjo ai përfaqëson me shumë dinjitet këta autorë që vinë tek ne. Dhe të vjen mirë që shikon vizitorë, që e ndjekin, që kanë dëshirë të bërë kontakt me veprat të vërteta arti, me veprat të gjitha periudhave. Dhe ajo që është kryesore që t'i kthehem prapë fillimin bisedës time është që ky autor i respekton periudhat, i respekton veprën e artit, nuk merret shumë siç ka autor që kanë preferenca të caktuara për diçka i preferon për shembull vetëm klasikën ose të veçantë, kurse ky preferon vlerat e vërteta. Dhe vlerat e vërteta janë në këtë ekspozitë dhe të jep një kënaqësi estetike, artistike, kur na jep neve që jemi profesionistë, besoj se publiku të thjeshtë jep edhe më shumë emocione, edhe më shumë kënaqësi, edhe ndjej një respekt për vlerat morale, artistike të këtyre artistëve që i kanë krijuar.